këtu një mësim nga moja e Mariashit. Me të vërtetë nxitja në këtë moje ka qenë mjaft sfiduese, nuk e kemi prit që do të jetë ashtu. Ajo çfarë po më shfaqet mendje që ju shpërndaj edhe juve është që njeriu në jetë e kësaj bote nuk mundet menjëherë të ngjitet moje. Nuk mundesh menjëherë me u ngjit moje, mirë po duhet hap pas hapi. A e ke pa edhe në ndërtesat, në shkallët e ndërtesës, ti nuk mundesh me u ngjit menjëherë. Prej katit parë me u ngjit menjëherë të pesën. Dhe në çdo aspekt jetës shkon me nivele. Niveli parë, niveli dytë, niveli tretë e kështu me radhë. Por problemi me shumica e njerëzve është që ata nxitojnë dhe nuk shkojnë hapave të ngadalshëm. Mirë ndëgjuat, suksesi vjen ngadalshëm. Është një fjalë e urtë që thotë e mira vjen ngadalë, kurse e keqja shpejt. E këtu është problemi shumicës njerëzve që dëshirojnë me arrit mirat shumë shpejt. Kështu nuk funksionon. As neuronet që kemi mendje nuk formohen menjëherë. Asgjë nuk formohet menjëherë. As drojt, as ndërtesat, as rrugë, asgjë nuk ndërtohet menjëherë. Prandaj duhet kemi durim, duhet kemi qëndrueshmëri dhe vazhdueshmëri, sepse me të vërtetë çdo gjë në univers punon në këtë formë. Returning to poem.